Çfarë ju frymëzoi të angazhoheni në mjedis? Sjellja në fokus e eksperiencave të tilla, sidomos nga ana juaj për pjesën e gjinisë, impenjimeve të grave në fushën e jetës së përditshme civile dhe të angazhimit edhe qytetar, përveç se profesional, është me shumë interes, mbase për të gjithë. Impenjimet e mia në fushën e mjedisit fillojnë që në kohën e studimeve, kur unë si studente angazhohesha vullnetarisht në organizata për mbrojtjen e mjedisit në Shkodër, dhe më pas përsëri si pjesë e backgroundit të ruajtjes së mjedisit, duke qenë mësuese e biologjisë dhe më vonë pedagoge në Fakultetin e Shkencave. Kjo përveç se anës profesionale, të përditshme dhe motivit pastaj për të shtyr atë edukim që bëjmë në bankat dhe në auditoret e shkollave për ditë, edhe pak më gjerë, në një rreth shoqëror më të gjerë. Kështu që them se është një impenjim shumë planësh që më jep kënaqësi dhe më motivon të punoj ditë për ditë në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Si lindi ideja për krijimin e OJF-s? Gjithmonë duke qenë antare e një organizate që punonte për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, mendova që të hedh iniciativa edhe të tjera, pra të një përfshirje dhe një angazhimi më direkt, natyrisht edhe më i përgjegjshëm. Ne jetojmë në një qytet që në fakt pasuritë e natyrës, vlerat e biodiversitetit i ka të shumta, kështu që mundësitë qoftë për kërkim, qoftë për ruajtje, qoftë edhe për nxitjen e iniciativave ndërgjegjësuese të komunitetit që ditë për ditë jeton në këto zona, janë shumë më të mëdha. Cilat janë projektet tuaja konkrete? Fokusi kryesor ka qenë angazhimi i studentëve dhe i të rinjve të organizatës në çështje të ruajtjes së mjedisit, por nëpërmjet monitorimeve direkte, për shembull, të faktorëve ndotës të ajrit apo të zhurmave në qytetin e Shkodrës. Sa ndikim kanë pasur këto angazhime? Kemi realizuar edhe shumë intervista dhe në fakt rezultatet të rendisin Shkodrën një qytet të qëndrueshëm, pra që nuk ka shumë ndotje pavarësisht problematikave. Si shihni hapat e tranzicionit të gjelbër? Monitorimet që janë realizuar tani dhe do të vijojnë të bëhen, do të përcillen si një listë jo vetëm faktesh, por edhe rekomandimesh. Ne e shohim angazhimin tonë edhe si një urë lidhëse midis qytetarëve dhe autoriteteve vendore. Sot, për shembull, në Shqipëri po tentohet që të krijojnë ato komunitetet e energjisë. Është e vështirë të kalohet në këto hapat e tranzicionit të gjelbër, më mirë të bëhen hapat të vegjël, por të sigurt. Cili është roli i të rinjve dhe grave? Gratë dihen, domethënë, që janë të përfshira direkt edhe në fushën e edukimit, edhe në familje, përveç se në shoqëri. Mjedisi dhe biodiversiteti nuk janë vetëm oksigjen, vetëm ajri i pastër, janë edhe ushqimi i sigurt, janë edhe bimët mjekësore të cilat ne i përdorim, domethënë, në shtëpitë tona. Pastaj rinia ka pjesën e vet. Këtu duhet jetë, si më thon, puna më e madhe e jona, që ne ti kemi të rinjt tanë, jo vetëm të ndërgjegjshëm, por edhe të përgjegjshëm. Sa i rëndësishëm është zëri kolektiv për kapitullin 27? Impenjimi të gjithëve për realizimin e objektivave dhe iniciativave të kapitullit 27 për mjedisin duhet jetë maksimal, sepse klima, ruajtja e biodiversitetit, tranzicioni i gjelbër janë fokusi kryesor i kapitullit 27, pra së bashku që gjithë duhet të bashkojmë forcat dhe të kemi, si thua, një sinergji në plotësimin e objektivave për kapitullin 27.